Miqtë Prizmës. Sot në atë që quhet kuvendi i Partisë Demokratike, doli qartë ndikimi i jashtëzakonshëm dhe njëkohësisht, përveç se ndikimit i jashtëzakonshëm, dhe tronditja e madhe që i ka dhënë Revolucioni Flamingo, protesta Partisë Demokratike. Është tronditja e madhe në radhë të parë, sepse sigurisht i ka zbehur rolin Partisë Demokratike si opozita. I ka zbehur rolin jo vetëm me atë paqësoren, pavarësisht fjalëve të ashpra shpeshherë dhe marrëzive ideologjike, politike dhe mund ta shprehim edhe kushtetuese. Ata thyen çdo lloj mendimi ligjor. Po e ka thyer në të përgjithshmen Partinë Demokratike përsa i përket qenies së saj forca e madhe opozitare. Përpjekjet e Sali Berishës për të mbështetur edhe pse ka dënuar atë Raman Burg, Berisha në Burg, cila është parru që do të bëj ekuidistancën nga njëra dhe nga tjetra, që për mua nuk është e vërtet, s'ka pse të jetë e vërtetë, shumica aty janë me Partinë Demokratike, pavarësisht se nuk duan Sali Berishën. Në rastin e dytë është që duke e detyruar Berishën të bëhet me protestën, duke mos qenë pjesë e protestës, dhe duke qenë një establishment i vërtet, ai ka një parti pronë, në një moment që aty ka parrulla pikërisht për mos pasur parti pronë, ose jo vetëm mos pasur parti pronë, por që t'jetë pronar i madh populli, ata janë populist, ultramajtist, dhe Sali Berisha e quan veten të djathtë, dhe i duhet të bëj marrëveshje, ose i duhet që të bashkohet me ultramajtist, pavarësisht se unë e di edhe ju, një pjesë aty që keni mendimin tim e dini që ai është një folk bolshevik, po veten ai e marr për të djathtë. Dhe në momentin që aty dalin parrulla ultramajtiste, kush sfidohet? Nuk sfidohet partia e Edi Ramës as partia socialiste, po sfidohet Sali Berisha, sepse ai ka marrë përsipër të bëjë të gjitha opozitat e botës, duke filluar nga superkonservatorizmi dhe ke folk bolshevizmi i tij që është ultramajtizmi. E treta është sfiduar në thelbin jo ideologjik, por politik, nga protesta për një arsye. Protesta ka bërë egzagerimin e qëndrueshmërisë pavarësisht se janë katandisur si Sali Berisha. Por e ka bërë këtë pa pasur nevojën e Berishës realisht. Edhe pse aty kanë qenë një grup i madh njerëzish të cilët janë dhe të qorët, janë dhe të shehet, janë edhe të atill lapajt, janë dhe të Partisë Demokratike. Po dashje pa dashje, ata janë regjistruar para popullit, para televizionit, që janë ata, Flamingot, e nuk është Partia Demokratike. E katërta është se ka dash Berisha t'i kooptoj, dhe duke i marrë, vuri një flamingesh si kryetare të asamblesë aty, kryetare të kuvendit që kanë ata, po dhe të tjerët atje do bënin zë. Si ishte rasti i kësaj vajzës, kësaj Kuçanës, e cila sulmon Mulin, që është establishmenti. Por sigurisht kërkon që t'i bashkohen me protestën. Dhe që të bashkohet Sali Berisha me protestën, duhet pranojnë përfundimisht humbjen e tij. Duhet pranojnë që partia e tij nuk është forca kryesore e opozitës. Nuk është ai njeriu kryesor që jep idealin, që përbën maksimumin e të thënës opozitare. Ai është mësuar tash që të shajë në Evropë, në anglisht Shqipërinë, sepse urren Edi Ramën. Por këtyre nuk i leverdis ky muhabet, nuk merren me këtë punë. Ata janë omni në gjitha drejtimet me 1000 frymë dhe me 1000 shpirtra. Dhe sigurisht nuk ju mjafton shpirti i Sali Berishës. Edhe kjo është kontradikta e madhe që ka brenda. Ka shpërthiq protesta në një farë mënyrë disiplinën dhe prandaj thoshte që Partia Demokratike do t'i iki mulizmit, nuk mulizohet. Ai është një zë, po janë shumë zëra të tjera atje që përbëjnë pastaj një betejë midis establishmentit vjetër, atyre që kanë përfituar gjatë gjithë kohës, idetë e reja dhe përqafimi këtyre idete reve që kanë lidhje edhe me protestën.
Është Partia Demokratike viktima kryesore e protestës. Nuk është Partia Socialiste dhe as Edi Rama. Është Partia Demokratike dhe në të vërtetë Partia Demokratike duhet ishte viktima, jo Partia Socialiste. Partia Socialiste duhet shpërballur. Duhet I dilte një forcë përpara të përballet, të mundet. Po su formua kjo forcë, ajo nuk I nga pushteti. As ka nërmend, as duhet ike. Nuk funksionon kështu. Përballet, duke u bërë një forcë e madhe, duke u mbledhur, duke u shtuar numrat, demokracia është numër. Dhe kjo po I ngjan Partisë Demokratike. I pëlqen apo nuk I pëlqen, sot Berishës, ose më mirë, sot Berisha më gjau me njeriu që e ka provokuar pak vetë, po nuk do të jetë I Zotit ta mbaje nën kontroll. Ju do thoni ai do mbajë në kontroll partinë e tij. Sigurisht do mbajë nën kontroll partinë e tij. Ai do të vazhdojë ta mbajë. Por nuk ka për të mbajtur nën kontroll forcat centrifugale nga partia. Ato s'ka për të mbajtur kurrë nën kontroll. Dakord miqtë mi?